A e dini pse dita ka 24 orë dhe ora 60 minuta? Një vendim I marrë mira vite më parë, vazhdon të ndikojë edhe sot mënyrën se si ne e masim kohën. Edhe pse në epoka të ndryshme janë bërë përpjekje për ta ndryshuar këtë sistem, ai ka mbetur pothuajse I pandryshuar, me rrënjë që shkojnë thellë në historinë e qytetërimeve të para. Në tetor të vitit 1793, gjatë revolucionit francez, u tentua një ndryshim radikal. Dita u nda në dhjetor, çdo orë në 100 minuta dhe çdo minutë në 100 sekonda. Ky model ishte pjesë e reformave për të thyer lidhjet me traditat e vjetra dhe për të krijuar një sistem me logjik. Madje, edhe java u konceptua me 10 ditë. Por ky eksperiment nuk zgjati shumë. Sistemi I ri ishte I vështirë për të përdorur në praktik dhe izolonte Francën nga pjesa tjetër e botës. Për më tepër, qytetarët nuk e pranuan lehtë faktin që dita e pushimit vinte çdo 10 ditë. Si rezultat, koha dhjetore u braktis pas pak më shumë se një viti. Po pse përdorim sistemin aktual? Përgjigjja na çon rreth 5000 vite pas te Sumerët në Mesopotami, të cilët zhvilluan një sistem numerik të bazuar në numrin 60, I njohur si sistemi seksagesimal. Fillimisht ai u përdor për nevoja praktike si bujqësia dhe administrimi. Një nga arsyet pse u përdor numri 60 lidhet me mënyrën e numërimit me gishta. Duke përdorur nyjet e gishtave, mund të arrish në 12 dhe duke përsëritur këtë proces me dorën tjetër, arrin në 60. Kjo e bënte sistemin praktik dhe funksional. Përparësia kryesore e numrit 60 është se pjestohet lehtësisht me shumë numra, gjë që e bëri shumë të dobishëm për matematikën dhe më vonë për astronominë. Ndërkohë, egjiptianët e lashtë ndan ditën në 12 orë për ditën dhe 12 orë për natën, duke krijuar bazën e sistemit 24 orësh që përdorim sot. Mjetet e para për matjen e kohës, si orët diellore dhe ato me ujë, u përdorën që rreth viteve 1500 para Krishtit. Më pas, babilonasit e zhvilluan më tej këtë sistem, duke ndarë orën në njësi më të vogla dhe duke ndërtuar kalendar të bazuar në lëvizjen e diellit dhe hënës. Në këtë mënyrë, kombinimi I sistemit të Sumerëve me ndarjen e ditës nga egjiptianët krijoi strukturën që përdorim edhe sot, 24 orë në ditë, 60 minuta në orë dhe 60 sekonda në minutë. Edhe pse në pamje të parë mund të duket I çuditshëm krahasuar me sistemin dhjetor, ky model ka mbijetuar për mijëra vite për një arsye të thjeshtë. Funksionon. Ndryshimi I tij sot do të ishte tepër I ndërlikuar dhe praktikisht I pamundur në një botë që është ndërtuar mbi këtë mënyrë të matjes së kohës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.